Mesha e shenjtë e Krishtlindjes u kremtua në katedralen Shën Shtjefni. Arqipeshkvi Giovanni Peragjine udhëhoqi meshën e parë të Krishtlindjes që pas emërimit të tij në këtë detyrë. Dhe sot në këtë natë kuptojmë se burimi i vërtetë i çdo shpresë nuk është një ide apo një projekt njerëzor, por është një shpresë që ka një fytyrë, ka një histori. Është një person, pikërisht Jezu Krishti. Qindra besimtarë ortodoks që në mëngjes herët i u drejtuan katedrales Ngjallja e Krishtit në Korçë, ku ndoqën meshën e drejtuar nga mitropoliti i Korçës, Hierësia e tij Imzot Anastasi. Në maskën e lirisë shpesh shihet një përpjekje për deformimin e natyrës njerëzore dhe shkëputjen e njeriu nga rendi i krijimit të Perëndis. Kisha e shpallë këtë të vërtetë, jo me frymë përjashtuese, as gjykuese, por me dashuri baritore dhe përgjegjësi profetike. Krishtlindje të mbara, të gëzuara për të gjithë. Ju uroj shëndet gëzuar Krishtlindjet. Qindra besimtarë të Krishteri u bashkuan në ritualit fetar të lindjes së Krishtit në katedralen e Shën Nikollit në Lezhë, ndërsa mesha e shenjtë u drejtua nga i peshkvi dioqezës së Lezhës, Ottavio Vitale, i cili vuri theksin tek mungesa e paqes në botë. Vit pas viti flitet për luftera, për betejë, akmarrja, vrasja. Dhe kjo nuk përket vetëm të kombeve të mëdha, por edhe kombit tonë, çdo vend, çdo familje, kena përçarje, probleme, ku është paqja pra? Besimtarët e Krishterë në Durrës morën pjesë në meshën e zhvilluar në kishën dioqezane Tiranë-Durrës, si dhe në katedralen e Shën Astil dhe Apostullit Pal. Momente lutjeje, reflektimi dhe paqeje u bashkuan në këtë festë të shenjtë. Mesazhe për shpresë, dashuri dhe harmoni mes njerëzve përcollu nga fieri besimtarët që bën pjesë e ritualeve të Krishtlindjes në kishën e Shëngjegjit, si dhe në kishat katolike dhe ortodokse të Lushnjës. Ju uroj të gjithë dhe juve mbarësi, mirësi dhe shumë dashuri në familjet tona. Krishtlindje të gëzuar, shëndet, dashuri dhe lumturi. Besimtarët të Krishterë në Gjirokastër kanë marrë pjesë në meshën e Krishtlindjes, e cila u mbajt në katedralen ortodokse Ngjallja e Krishtit nga mitropoliti i Gjirokastrës, Hierësia e tij Imzot Athanaili. Ata bën lutje për më shumë dashuri, shëndet e paqe në familjet e tyre, por edhe në të gjithë botën. Gëzuar Krishtlindjet, të jetë mirë i gjithë popullit, të gjithë njerëzit, të jenë të dashur me njëri tjetrin edhe me një paqe. Gëzuar Krishtlindjet të gjithë. Gëzuar Krishtlindjet për shumë vjet, le të lind Krishti Foshnjë brenda zemrës tonë. Shëndet, mbarësi për familjet tuaja. Gëzuar për shumë vjet. Gëzuar të kenë shëndet, Zoti ju fal shëndet, mirësi, paqe në shpirt dhe në mendje. Gjithë të mirat. Krishtlindja vijon në shtëpi me drekën tradicionale, tryeza të zgjeruara ku mblidhen familjar e të afërm.